Pas vdekjes së Enver Hoxhës më 11 prill 1985, Shqipëria ra në një heshtje kombëtare të organizuar. Trupi i diktatorit u vendos me solemnitet në varrezat e dëshmorëve të kombit, në një varr monumental që u ruajt me roje ditë e natë. Por pas rënies së komunizmit në vitet 90, shumë gjëra nisën të lëvizin në errësirë, përfshirë trupin e Enverit. Zhvendosja dhe ngjarjet e çuditshme. Në vitin 1992, në një veprim simbolik të distancimit nga regjimi komunist, trupi i Enver Hoxhës u nxor nga varrezat monumentale dhe u rivarros në një cep të thjeshtë të varrezave të Sharrës në Tiranë. Mirëpo, punëtorët që morën pjesë në zhvarrim janë të vetmit që kanë parë çfarë ndodhi realisht. Njëri prej tyre, i cili më vonë emigroi në Greqi, tregoi në një intervistë të fshehtë. Kur hapëm varrin, trupi nuk ishte prishur fare. Thua se sapo kishte vdekur. Kishte një erë të rëndë, por trupi ishte i ftohtë dhe i ngurtë, pa asnjë shenjë kalbieje. Një tjetër dëshmitar pohonte se një roje humbi ndjenjat në vend dhe nuk u kthye më kurrë në punë. Më vonë u mbyll në një spital psikiatrik, ku fliste për sy të hapur brenda arkivolit. Për hapja e zërave për mallkimin. Pasi u vendos në Sharr, në lagjen përreth nisën ngjarje të çuditshme. Dritat e rrugës që fiken vetëm pranë varrit. Një grua që banonte afër u gjet në gjumë me duar të nxira si prej djegjeje dhe mjekët nuk gjetën arsye mjekësore. Një djalë i ri që luante shpesh në varreza raportohet se u kthye në shtëpi duke përshpëritur fjalë në gjuhë ruse, të cilën nuk e kishte mësuar kurrë. Gjyshi i tij kishte qenë i burgosur politik. Dëshmia më tronditëse, 1997. Në trazirat e vitit 1997, gjatë një nate të errët, disa të rinj tentuan të nxirrnin shtrat për hakmarrje simbolike ndaj së kaluarës. Por sipas një dëshmitari okular, vetëm njëri prej tyre guxoi të hapte varrin. Ai u gjet mëngjesin tjetër në një kanal, lakuriq, me sytë e hapur dhe të nxirr. Në trupin e tij nuk kishte shenja dhune fizike, por goja ishte e shyrë në një pozicion sikur po u lërinte. Autopsia nuk dha asnjë shkak zyrtar vdekjeje. Sot, varri i tij mbetet i heshtur. Varri i Enver Hoxhës në Sharr nuk ka as roje, as monument. Është thjesht një pllakë e errët që shumë e shmangin kur kalojnë pranë. Por banorët të zonës thonë se ndonjëherë natën dëgjohet zhurmë si zvarritje dhe zëra si urdhra ushtarak që thuhen me zë të ulët.